hapur, më herët nuk është thënë që do të vinë një investitor i huaj edhe do të marrë plazhet e Ulqinit e jo më ka shumë kilometra se sa është duke u folur edhe duke u dhënë në dorëzim Emiratëve të Bashkuara. Më herët nuk ka qenë kjo, por nëse nisemi nga kjo, shfarosja e shqiptarëve në komunën e Ulqinit, le të themi, ne ka shumë vite që kanë me shumë çështje, jo vetëm me këtë që ka filluar le të themi ajo që shqiptarët mos ta ndjejnë veten si autokton në komunën e Ulqinit, fatkeqësisht në shumë drejtime ne shohim le të themi edhe përdorimin e gjuhës shqipe. Këtu ndoshta duhet që pak ta tërheqim veshin edhe nga vetë ne, sepse ne nga ana ligjore askush nuk na ndalon as që të flasim gjuhën shqipe, as që të përdorim flamurin ton kombëtar. Por nga ana tjetër ndoshta nga gjithë ajo çfarë imponohet nga politika, disi shqiptarët po diskriminohen. Në këtë rast është një çështje më e hapur edhe një çështje e cila ka marrë çdo më shumë si çështja e plazheve që po tentohet që të merret edhe të merret nga shqiptarët, sepse një shumicë e tyre janë pronar vendas edhe ulqinare.